bashkëpunëtor me krimin, bashkëpunëtor me korrupsionin, janë ata motivuesit e krimit, motivuesit e korrupsionit. Nëse ka Shqipëria një gjykatë speciale që quhet SPAK, unë kam mendimin sot për sot që SPAK-u është bashkëpunëtor i krimit, është bashkëpunëtor i vjedhjes, edhe këto hetimet që kanë bërë deri më sot duket që janë kështu lyrje buzësh me të kuq. Për e një me lafë ke një ndërtesë që këta një rinovim total, shkatrim të është nga themelat të fillosh nga para, edhe të shkojnë edhe meren me lyrje, me pislikje. Unë mendoj që se sot më vlezër e motra, del një deputet qek më ishte, më duket ishte, në Parlamentin Evropian, edhe thot që Edi Rama po transferon para nga Shqipëria në përbot me familjen e tij. Para të kujt? Edhe në vend, për shembull e Zen, që i ka thonë diçka që s'është e vërtetë, që është alarmante. Kjo thuhet sot në Parlamentin Evropian, vëllezër e motra. Thuhet në Parlamentin Evropian nga një deputet i Parlamentit Evropian. Nuk ka rëndësi nëse është çek apo gjerman, po thuhet në Parlamentin Evropian që Edi Rama po transferon pare nga Shqipëria me njerëzit e afërt të familjes vet në përbot. Nuk më intereson nëse po bëhet gati të arratiset. Nuk më intereson nëse po ja çon familjes vet, po merr paret nga Shqipëria edhe po i transferon. Kjo është alarmante. Edhe SPAK-u hesht, edhe në qoftë se ka çka janë këto prokurorë Shqipëria, nuk kanë hap çështjen gjyqësore me njerë, ose se ka dalë një klysh kurve aty. Një ministër thot sa budollej dalin nga Evropa, dje ishin sa budollej dalin në protest. Tash edhe ato në Bashkimin Evropian, hap çështjen gjyqësore shkërdhat kundër çekut, në qoftë se çeka falsa, kundër deputetit çek. Hapë çështjen gjyqësore me njëherë, që ti anashkalojmë, hapë çështjen gjyqësore në Bruksel, apo zguxon se dalin ato, i dalin petët lakrorit. Nuk do dalësh ti me dyrt myll me e të thush që është një deputet budall. Ku që bën SPAK-u? Që bën gjykatet? Këta e në bashkëpunëtorë, vetëm që se duke e mulu krimin, duke mos hetu krimin, duke u marrë me akoma me njerëz që, ore, po këta është një goxha, ishte që një buburret si keq ishe me nisë, o zot. Po si mërë ku i kanë gjetë këto mërë, si edhe thotë aty që ne i dham pare, Kanye West, apo atyre që organizojnë këta shitën e bileteve, se s'kishin shit bileta, pra ja vëllëm shtetit 4 milion euro, 4 milion e gjys, kur spitalet nuk kanë mjetet elementare, edhe për nonët që lejnë fëmijë. Ua huqëm thot 4 milion e gjys t'ja japim se atyre që organizun koncertin, o zot, edhe se populli ka fajnë se s'ka ble bileta. Edhe bile, thot kë, në vend që dënojmë këto që vodhen paret e shqiptareve, paret e shtetit të emergjensës, edhe i ndanë me njëri tjetrin se nuk në ushit biletet dhe tërprohemi në sikom, se një zezak dështoj, jo zezaku që nuk u dashka, ne tërprohemi sikom, por duhet të dënojmë që të paguj këto pare që i vodhen ne nga arka shtetit, protestusit, se prej protestusive nuk është shit, edhe gjykatët heshtin. Pale po thot që ne anullum koncertin e një Jennifer Lopez,
se kërkoj 2 milion. Po si klyshin e kurvës s'ka guxim të thotë që janë lumë kur ti e bënë president, që në qoftë se një këngëtar ftohet në Shqipëri, edhe populli nuk do të shoh, për një arsye një tjetër nuk shkon, ai ose ato që organizojnë morin pare dhe shtetit, në qoftë se mori Zezaku $4 milion, ose ato që organizun, ose ato që kërkun që unë kërkoj 4 milion para se di, ku ke bëth ti mor shkordhat ashti të mos i japër Xhenefer Lopez, se ti e bone këta. Kush i bën përzgjedhje që njënët i japim 4 milion, tjetrit nuk i japim 2 milion. Ore, ku janë këto gjykata? Këto janë gjykatët dhe gjykatësit në Shqipëri. Edhe sidomos hetusit dhe prokurorët në Shqipëri. Edhe sidomos gjykata speciale Spaku janë bashkëpunëtor të krimit, se nuk mund ndodh kur një gjë e tillë. Majën e vathën në vesh. Në qoftë se duam të luftojmë korrupsionin, ata që mbulojnë korrupsionin që është Spaku, ata janë kriminalët më të mëdhenj, që bëjnë edhe hedhin hysyve, që po luftojnë korrupsionin, kur korrupsionin edhe kur e deklarojnë. Vetë ata që morin paret e shtetit të emergjencisë dhe i ndajnë, nuk e ndjekin, ndajnë mes tyre. Edhe kur deri në Bashkimin Evropian, në Parlamentin Evropian, thuhet botërisht që Edi Rama po transferon parat e shqiptarëve. Ore kanë luftu Ahmet Zogën edhe sot e kësaj dite këta shkordhata që nuk i vodhi lekët. Por i mori që mos e vedhin gjermanët Floririt dhe e çojnë në Evropë edhe depozitojnë emër të shtetit shqiptar që s'ka marrë një lek, këto krysh kurve, këto gjoja komunist, këto ushqënjëza, këto rriqna në bëthën e kombit shqiptar. Edhe sot e kësaj dite që e din, ka vjedh Floririn, kur ky që se kishte vjedh, që e mori ta ruj dhe rujti dhe se ka pas kur në pronësinë e vet. Kurse ky ja vjedh sot thesaret, edhe i transferon dhe Evropa po ngrenë alarmin në Bashkimin Evropian, këto jo që e mbrojnë. Po populli këta idiotët, këta diletantët, por gjykatët që janë të ndërtuar po stofat si Spaku hesht, është e turpshme. Kjo reni vëllezër e motra ka një punë të madhe përpara, sepse nuk është e lehtë ta shmëntosh këtë lloj sistemi hajdutësh të korruptuar të dy partive, që kanë bërë kërdin dhe vazhdojnë të bëjnë kërdin. Edhe akoma kanë guximin edhe sot dhe kësaj dite të thonë, dhe shkojmë në paketën e maleve, se atje ne paketa e maleve, o vëllezër e motra, nëse malet tona janë piktoreske, ndihmohet në formë të tillë. Sami Gjoka ka një pronë atje në theth. Sami Gjoka ka një vend piktoresk atje në theth. Sami Gjoka ka një dëshirë të ndërtojë një hotel atje në theth. Sami Gjoka s'ka para. Shteti e financon Sami Gjokën për pronën e tij, për parat e tij. Kjo quhet paket malesh, që ai person që ka një tokë atje, ai person bovaki ka mundësi të ndërtojë një bujtinë apo një hotel të mrekullueshëm. Shteti krijon fonde për t'ia dhënë atij personit, jo për t'i vjedh tokën. E për të privatizuar tokët që janë akoma publike të maleve, këto kryq kurve. Si që ka kjo paket maleve për të ndihmë, kjo është për të vjedhur akoma. Edhe akoma ka guxime dhe dele thot, ajo paketa maleve zhvillohet në këtë mënyrë. Një fshat atje nuk e ka akoma rrugën me asfalt ku të vinë lirshëm. Atëherë ndërtojmë rrugën. Atje në të fshat nuk ka një klinik, shteti shkon ndërton klinikën, jo të vjedhë shtokën më të qenë, si që ke vjedhë në çka quhet në plazh e tokat bujqësore. Turp për këtë kuvend, turp për këtë qeveri, turp për këto kriminalet që janë Spak. Sami Gjoka ju përshëndet.